Live from Tirana në Top Albania Radio. Pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:08 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të hënë të datës 8 dhjetor 2025, dhe siç ju njoftuam në kryet e herës, tashmë do të kemi një djalë shumë interesant në studio. Një shprehje shumë e bukur thotë, nëse bota përmbyset ose ka shumë dallg, mësoni të surfoni, dhe shumë njerëz sot me rritjen e zhvillimin e botës teknologjike, ku duket se çdo gjë tashmë ka kaluar online, po mësojnë të surfojnë, po mësojnë të notojnë në këtë botën virtuale, jo vetëm për të postuar random rastësisht apo falas, apo për të bërë live me content denigrues në rrjetet sociale, por në formë të mirëfillt kanë kthyer atë në profesion parsor dhe punë të mirëfillt. Një ndër to është një djalë shumë interesant që mua më dilte shpesh sa herë që bëja scrolling në TikTok, por besoj patjetër dhe juve duke marrë shifrat e platformës së tij sociale, është Sildi. Sildi, mirë se vjen në Live from Tirana. Uroj që edhe në këtë program ti jesh kaq i lirë e kaq fani sa je në zonën tënde të komfortit në rrjetet sociale. Si je ti? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Besoj ato që nuk janë duke na parë tashmë në digital, që po na dëgjojnë në radio nga zëri, besoj që të identifikojnë direkt. Interesant shumë. Cili ishte momenti që ti një ditë vendose ta kthesh rrjetet sociale në favorin tënd, jo të të përdorin ato ty, por ti përdor ato për të fituar të ardhurat. Domethënë, si ndodhi që ta kalosh nga argëtimi në biznes? Atëherë, besoj që kjo nisi si një shaka e momentit, duke bë prova. Isha me një shokun tim që kishte shumë kohë që nuk po shiste një makinë. Unë kam qenë gjithmonë tipi këtyre rrjeteve sociale, por jo në shkallë shumë të larta. Kupton? Brenda shoqërisë time, unë isha ai më i miri ke rrjetet sociale. Dhe nisëm si lojë, nuk po shiste më, por tash shesu makinën ty se nuk e di ku e kisha pas vet. Atë si video prezantimi i makinës duke e prezantuar një person. Po. Dhe video parë ime që është bë në 2023-shin, në dhjetor. 2023-shin. Po, në 27 dhjetor i 2023 është bë video ime parë dhe ka arrit 215.000 shikueshmëri. Viewers. Dhe aty më kontaktuan njerëz, më shkruajnë pastaj se ishte diçka e re në Shqipëri, mos gaboj kishte bë dhe një djalë tjetër. Por ai nuk kishte arrit, thjesht po e bota ai si një provë. Dhe po më shkruajnë njerëzit, vlla do mbosh dhe mua një reklam si kjo, do unë duke shkruajt nga një njerëz serioz, si unë nuk kisha të bësha fare me rrjetet sociale, më thot mua, thosh unë, por nuk jam për reklamë, vlla, e mora si ofendim, kupton? Edhe nisa pastaj me 2-3 shok prap tjerë, dhe u shkëputa, nuk e mendova si punë, nuk e mendoja sa të ardhur sjell kjo punë, ose si do funksionoj. Si ishte edhe diçka e re, jo e provuar më parë. Por sot e kësaj dite jemi mirë, shiqur Zoti, dhe kam edhe diçka tjetër, unë jam shumë falendërues gjithmonë ndaj djegësve, sepse fal djegësve unë jam ku jam sot që po fitoj lek. Qartë. Më përmendi datën e parë të videos tënde të parë të publikuar, edhe duke sigur ndonjëherë ka tendenca të thonë që mund të kopjosh, imitosh të tjerët. Tani, si përgjigjesh këtyre? Përgjigjja ime është këtu, sepse unë apo ka treg për të gjithë. Jo. Shifet si është puna, nëse ti për shembull sot je një gazetar i suksesshëm që ne njohim që të gjithë, unë nuk mund të them tani që ti ke imituar X person, po morëm për shembull Ledion Liçën, valla, ti s'ke imituar Ledion Liçën, sepse ti je bo gazetar, valla, ka vend për gjithë këtu. Apo jo? Mund të vjedh truke të rrugtimit të emrave të mirë të gazetarisë, pra nëse ka funksionuar për ata. Tani, unë jam i idesë këtu, se nëse dikush për shembull ka si ideal, po themi, se morëm si shembull Ledionin dhe bëhet përmendim, Ledion Liçën, dhe ti bravo të qoftë që ti do të bësh dhe më mirë se ai, vlla. Kupton, po nuk mund të quhesh ti që ti po e kopjon atë. Ti po bën një gjë që mund ta bësh çdo kush. Pra ti unë nuk kam kopjuar njëri, më kanë kopjuar mua. Mendon që të kanë kopjuar? Po them se po. Ka konkurrencë të tregun tuaj të reklamimit të videove që kryesisht në fakt fokusi janë makinat. Tani unë nuk do të them këtë që nuk kam konkurrencë, gjithmonë mund dalë dikush tjetër nesër nga zero, shumë më mirë se unë. Po. Konkurenca tregon që ti je i fortë. Mendoj unë. Dhe mendoj që i bën mirë të gjithëve, se duke qenë në garë me të tjerë ti kërkon të përmirësohesh. Është si ato që kanë lokale për shembull, edhe ai rregullon lokalin për ballë, rregullon edhe ky tjetër e bën më të bukur. Qartë. Të sjell për të punuar. Dgjoj, Maser pak hapas hapi, si funksionon në praktik puna jote? Duke se pas këtij emocione sot në mundi interviste unë me ty.
mundet kem edhe emocione. Domethënë si funksionon në praktik puna jote? Puna ime siç thash. Kam një makinë apo ti e para një reklamon çdo lloj biznesi, kryesisht po. Ta nuk je vetëm i fokusuar te makinat. Do të prek një temë Ronaldo, nuk e di, jo që unë nuk kam nevojë për lek, jo që unë nuk du lek. Okej. Unë kam shumë telefonata për reklama dhe unë mendoj që jam ndryshe nga të tjerë, dhe ato që më kanë telefonu, dhe ato që më njohin, ato e dinë se çfarë tipi jam unë. Unë nuk është vetëm leku primar tek unë. Sepse mua më merr dikush telefon dhe unë pyetja e parë që i bëj unë do një reklam biznesi, sa lek bën. Pyetja ime e parë është çfarë biznesi ke? Kur e ke nis biznesin, qoftë është një biznes i ri, një biznes i vogël, unë nuk mund t'i marr një shifër si dikujt tjetër që ai përfiton shumë të ardhurën nga ai biznes. Kupton se unë jam njëri, mendoj si për veten time jam njëri që kam bërë shumë prova në biznese. Njerëzit që më njohin e dinë unë mund të kem bën mbi 10 biznese, i kam mbyll prap, janë mbyll, kanë falimentuar, ndoshta nga faji, ndoshta. Po interesante shumë që ke tentuar kaq shumë, do ta elaborojmë pak më vonë në histori. Edhe ngelemi tek tema dhe përgjigjja ime është çfarë biznesi ke, nëse ai ka një biznes të vogël, sepse njerëzit thonë ora sa kam hap ose unë do bëj atë ndihmën time, ka pas biznesi që unë si kam marr për reklam. Më kanë marrë berbera në telefon, vlla duhet të bësh reklam berberi. Reklama ime nuk ka rezultat tek ti vlla, sepse ti, Ronaldo, ndron berberin nga reklama ime? Po ka njerëz që thjesht duan të njihen më shumë. Po e marr si shembull. Në momentin që më thon këtë përgjigjen tate, them do ta bësh për të prit klientel nga ana ime. Po çfarë ofron berberi jot? Pra nëse ai thotë unë të qeth me kërshar floriri. Po. Tani janë disa gjëra të tjera, por ai më thot mua që unë do ta bëj reklamën thjesht për emër. Okej, e bëjmë vlla, por ti mos prit për shembull që reklama ime të mbushi ty berberanën. Dhe unë kështu kam hiq lek që nuk kam shkuar ja bëj reklamën njerëzve. Kupton? Okej, më ka thonë ke drejt. Ke drejt Sildi, shumë faleminderit. Se është shumë e thjeshtë. Po vlla, hajde ta bëj unë, do kesh shumë nuk ju dhon njerëzve premtim, unë nuk jam zhgënjys tek njerëzit. Pra selekton, pra nuk merr përsipër të reklamosh çdo lloj biznesi. Është shumë interesante se si ke provuar disa lloj profile biznesesh dhe e gjen çelësin e suksesit në një platformë që kryesisht kritikohet, por unë mendoj gjithmonë që çdo gjë mund të përdoret për mirë nëse ditja gjesh anën. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër të reklamash, ne që po flasim për reklama dhe rikthehemi shpejt në program. Shef, flet sub koscienca, Sildi, po flasim për punët e kohërave moderne, nuk ka më juridik apo zanatçinj, dhe duket se zanatçinj të momentit ishim gazeta punët jona. Fiks janë punët moderne, njeriu duhet përshtatet në fakt me avancimin e teknologjisë, nuk duhet trembet nga zhvillimi i teknologjisë, por duhet ta përdorë atë të paktën kështu mendoj unë në interes vetjak për të pasur të ardhura më të mira. E lam tek praktika jote në punë. Dhe fakti që ti selekton, domethënë ti flet sot dhe xhiron sot videot që bën për TikTok apo mund edhe planifikosh? Po dje kam bën një xhirim për shembull tek një biznes, edhe video po përpunohet, mund të hidhet sot ose nesër, nuk e di mirë, por zakonisht videot që unë bëj postohen brenda ditës, sepse klientët e mi atë gjë pëlqen tek unë që unë i bëj videon dhe ja postoj brenda ditës. Po, dhe ka një gjë në fakt që kam vënë re në stilin e reklamimit që ju bëni në platforma sociale. Nëse influencerat mund ta kurojnë shumë një video, mund të xhirojnë shumë dhe me aparat profesional, mund të fusin 700 efekte. Ju nuk bëni asnjë lloj efekti, thjesht është një video one shot, 20-30 sekonda dhe ajo kap më shumë viralitet. Pse bizneset dhe këtë duhet na serosh pak? Jo, nuk qëndron problemi tek ne. Jo, s'është problem. Jo, po them kjo fakti shikueshmërisë qëndron tek shikuesi. Po kjo nuk është problem. Shikusët kanë qef gjona shqeto. Okej, nuk i duan gjëra të kuruara. Me këtë lloj zhanri, që njerëzit duan gjona shqeta valla siç është gjëja, kupton, e pa zbukuruar, sepse nëse unë do bëj një makinë e zem në video me aparat profesional, me dikë që do bëj montazhet tek ajo makinë, ajo makinë normalisht që do t'i futen efekte dhe nuk është ajo realja. Qartë. Ne shesim produktin real. A është e vështirë të ndërtosh besim te publiku? Domethënë, si ja bën ti që publiku të besojë ty? Atëherë, ajo që unë zakonisht ç'a ndodh që unë bëj për publikun, është që unë jam sa më real me njerëzit, nuk kam dalë shumë herë live, sepse njerëzit këtë gjë kanë edhe bezdi. Sepse ti nëse del shumë herë live në platforma, ti thjesht Jo. Ujti, vendos një këngë të lutem sa të rregullojmë një problem teknik dhe rikthehemi shpejt në program. Kjo e lam bisedën me Sildin. Tek besueshmëria në publik është shumë e rëndësishme dhe besoj që
ju mund të ty vrasin ndërgjegja nëse jeni duke gënjur për një produkt. Fjala bie unë për shembull nëse realisht të them jo për të bërë si djalë i mirë, nëse kuptoj që diçka nuk funksionon me atë produktin ose është tërësisht mashtrim, e kam çik të vështirë ta reklamoj. Ti si e ndërton besueshmërinë në publikun që do ndjek që nuk është i vogël? Atëherë, besoj që njerëzit që janë inteligjent duhet ta kuptojnë me sa zell mund ta themi reklamojnë një produkt të mirë, bukur edhe me çmime të mira. Kupton? Se na janë çmimi që të jep ty energji për ta reklamuar më bukur, më mirë, sepse është me të vërtet një diçka okazion. Por zakonisht kuptohet që unë kur reklamoj diçka që unë me sytë e mi ndoshta nuk është ashtu siç duket, energjitë e mia ose mënyra se unë reklamoj është më thjesht, më vakët si reklam. Edhe dikush do të kuptoj atë nga video. Qartë. Mirë, mendojnë, besoj që ty të thonë për dyshmëri që këtë shprehje tipike homo se çfarë punë bën ti tash del aty, reklamon disa makina kur ma thon mua që s'bën ndonjë punë të madhe, thjesht del aty dhe flet, por është e lehtë të bësh influencerin sot. Atëherë, edhe vështirë nuk është. Por edhe e lehtë. Mirë, unë e kuptoj që është më e lehtë fizikisht se sa të punosh në ndërtim, por ka dhe ajo vështirësitë e veta patjetër. Atëherë, besoj fjala bie ka një kostë shumë të madhe që duhet ta themi këtë që është gjykim publik. Të mërzisin komentet? Normalisht, jo. Unë zakonisht faktikisht nuk kam shumë komente negative, jo të gjithë njerëzit do na duan, sepse asu nuk i du të gjithë. Ka shumë njerëz personazhe publike që unë i bëj skip ose i kam blok në platformat e mia, sepse mua nuk më pëlqen. Por nuk kam se unë ta denigroj atë person ose ta ofendoj në komente, sepse secili ka jetën e vet, çfarë zgjidh nëse unë ofendoj atë person. Ai prapë do vazhdoj punën e vet, mënyrën e vet, ashtu si din ai ose ashtu si është ai. Dhe ajo që do jetoj është që ne ku e lam tani fal? Tek vështirësitë e punës. Po, vështirësitë e punës nisin këtu duke fol bashkë, duke biseduar, un kam bën 10 telefonata, sinqerisht. Dhe nga këto 10-ta 2 mund të jenë të harit, por un jam i detyruar që un të përgjigjem me të gjithë 10 vetave. Të flas me 10 veta, vin njerëzit prap live, të komunikosh prap, bësh një datë muhabete që ke bën telefon. Ka një lodhje psikologjike faktikisht më të madhe se lodhja fizike. Dhe ndargun e kuptoj tani, sidomos tani që këto kohë të fundit besoj që jam rritur më shumë në aspektin e punës, që në momentin që unë shkoj në darkë shtëpi nuk kam nerva më që unë të kaloj një orë tjetër në telefon duke pa gjona kodi, por ajo që bëj unë është sleep. Shkëputesh nga celulari. Fiton ose më saktë punon shumë dhe merr çmime modeste apo paguash shumë për reklama? Cila ka qenë strategjia jote e biznesit? Ke prek një ndër temat më të bukura që unë mendoj, sepse ne shqiptarët, sepse kam shef nuk do të them shqiptarët, ne. Futet edhe vetën time gjithmonë në termin shqiptarët. Ndajherë gjonat i vlerësojmë tek çmimi. Okej. Nëse ti ke një bluzë shumë më të mirë se imja, me material më të mirë dhe ti mund ta kesh bler më lirë, dhe unë e kam bler këtë bluzën shumë më shtrenjtë se ti. Ne kapim çmimin që, kjo që bën shumë lek, kjo është e mirë vëlla. Po jo, nuk është ajo çështja. Taktika që bëna në fillim unë ishte që unë majta çmime më të buta në treg. Okej. Po themi më tulta. Dhe shumica e njerëzve edhe të neglizhojnë, kupton? Momentin që unë tani ose janë mësuar nga fatura të shtrenjta. Po. Se siç thash ne paragjykojmë nga çmimi. Por edhe çmimi normalisht unë jam njëri elekuent që unë nuk jam njëri me zemër të mirë, nuk është sa është vetëm fitimi që unë shoh kur bëj punën time, i respektoj njerëzit. Merr dhe ditë ideale dhe kishim lëmur të bëj një reklam. Sa është reklama? X lek. Momentin që vjen aty më tha kam më pak lek. Momentin që unë futem makinë s'kishte naftë fare, po tash si do ikesh ti në shtëpi? I dhash lekë, tash futem naftë dhe ikesh shtëpia. Kuptimin e fjalës se unë nuk është se dëshiste makinë. Po dëshiste makinën, valla nuk ja dim hallet njerëzve sepse unë mund duke mirë bukur këtu në ekran. Patjetër kush di shumë mirë duke treguar gjonat e mia, se ç'a bëj unë, por xhepin tim dhe xhepin tat nuk e din njëri, ose hallet tona që kemi ne në shtëpi tona. Qartë. Gjithmonë komshiuna duket më mirë se ne, por mund të jetë më keq. Edhe i ktheva dhe lekë, dhash lekë, tash futem naftë vëlla ikë shtëpia po. Se morë fare pagesën marketingut? Ja bëre postimin? Po. Okej. Fiton shumë? Besoj që pjesa e lekut është diçka shumë është një lloj si ai që fiton pak, si ai që fiton shumë rritën shpenzimet, ti rrit fitimet, ti do rrisësh shpenzimet. Edhe ti prapë i njëjti njeri je.
Ja, po i njëjti siç ke dalë në fillim se tani je me dy unaza Floriri, me Braziliuk më shtrenjtë, me Flori, e kupton, me atlete hermes që shkojnë 1000 euro. Pra ti nuk je me atlete 50000 lekëshe, besoj siç kemi qenë para disa vitesh. Jo, nuk po të ngacmojmë, po do them zhvillimin ekonomik, pra nuk mund të thuash që ti ke shumë drejt, por siç thash, kush rritë standardi jetesës. Vjen nga një familje mesatare, shqiptare, që nuk më ka munguar gjë. Po them nga familja ime që unë kam pas një kërkesë në momentin që unë nuk isha i afër për punë. Unë kam punuar që i vogël, qoftë ti ta prekim pak dhe këtë si Po, do kaloj vetëm te pjesa tjetër atje se kush është Sildi para TikTokut. Dhe çfarë do të them që unë nuk shumë kam qenë, nuk është se më ka rrit TikToku ekonomikisht. Është lash punë e mia çka kam pas bë para TikTokut, dhe vazhdova TikTokun, kjo është. Ka tash dëgjon, njeriu kur rritet financiarisht duket. Jo, unë nuk jam ai person. Po më duket ndjeket. Sinqerisht nuk jam ai person. Duket. Leku nuk që nga vetbesimi që ka kur ecën, nuk ka të njëjtin vetbesim dikush që ka xhepin plot dhe nuk ka të njëjtin vetbesim dikush që nuk e ka plot. Besoj Ronaldo ke gabim. Shumica e njerëzve në Shqipëri janë fasad. Ne mund të shohim shumë të bukur, shumë të veshëm, shumë të kollarisëm, por ai ndoshta s'ka lek për kafe, valla. Ke shumë njerëz me kollare që pinë kafe vetëm. Thoshte që është të kanë vetëm lek të kafes vet. Dhe kjo do të them, nuk mund ti, unë nuk kam diçka që sepse ka pas raste që unë kam qenë i veshur siç jam këtu me ty. Ke zbuluar shumë fasada në këtë punën që ti bën duke takuar njerëz. Jo vetëm nga puna që unë bëj, po ta jap me jetë që 2 në 3 njerëz janë fasad valla në Shqipëri. Dikush me makinën e dikujt tjetër, dikush me varsën e dikujt tjetër, po them si shembull, dikush me lekët e dikujt tjetër, nuk paragjykimi im, unë nuk jam paragjykues tek njerëzit, por në momentin që ti gërmon më shumë për dikë tjetër, ti e kupton kush është ai. Qartë. Mirë, do të shkëputemi edhe një herë për një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Vazhdojmë të jemi në studio me Sildin e rrjeteve sociale dhe tashmë un kam një tjetër kuriozitet. Në fakt kam një dëshirë që her pas here të ftuar që kam në studio që mund të jenë bërë të famshëm për një X arsye ose për një gjë të momentit. Dua të njoh pak për te. Fjale bie, kush je ti për te rrjeteve sociale dhe çfarë ke bërë më parë në jetën tënde? Unë besoj që jam i njëjti person. Nuk është se unë jam ndryshe jashtë. Çfarë po them, çfarë ke bërë, çfarë formimi ke, me çfarë je marr? Atëherë, unë kam mbaruar një shkollë për hoteleri turizëm. Okej. Hobi im ka qenë gjithmonë kuzhina. Edhe kam punuar pak kohë si kuzhinier. Vërtet? Po. Në Durrës? Edhe bëj makaronë më të mira në botë. Po pse nuk e ndërthur këtë gjën me videot e makinave që ti poston? S'ke gjetur ndonjë formë? Jo, besoj që është një temë që unë kam lënë për hapi dytë. Momentalisht jo në jetën tënde. Momentalisht jo. Është një punë që unë ka pëlqyer, por thjesht kuzhina, kush e bën kuzhinën, që është kuzhinier, e din se çfarë punë është, është punë e bukur, por edhe shumë e lodhshme dhe me shumë orë të zgjatura. Unë jam njëri që jam shpirt i lirë, ku i thon, që i vogël kështu kam qenë dhe lirinë time e kam fituar vetë. Sepse familja gjithmonë ti e di këtë në çunat mos dil, mos bëj, un hiksha, dilsha, visha, hysha, kupton? E kam fituar me Sildi, ti sa vjeç je? Dhe un. Po, ti se un. E di sa vjeç jam. S'di sa them, s'di sa vjeç u kam dhënë. Ai sa je, kujt? Po sa vë. Pse i gënjen? Po tash e do puna. Çfarë punë? Po dikujt i kena thonë 30, dikujt. Po pse është kjo tendencë çunave që manipulojnë moshën, do të çfarë efekti ka? Gjësi është puna. Femrat janë shumë dinake dhe shumë më të zgjuara se ne meshkujt, por kanë qejf që ne ti gënjejmë. Okej, edhe kur e di që gënjen, ato dinë që ti po e gënjen, por kanë qejf ti apo ti. I pëlqen gënjeshtra jon. Dhe ti për këtë arsye ke thënë mosha të ndryshme. Po jemi të duruar. Po mirë, mua mos më jetë tani. Sa vjeç je? Ta lëm prapë shumë pikë pyetje për një emision tjetër. 30. Më parë. 26. Aty afër. E lëm këtu, 26 aty afër, plus minus. Ço do të thotë, prapë se më intereson më mosha, në një moshë kaq shumë të re, ti ke gjetur një formë shumë mirë për të krijuar të ardhura. Nëse të kërkojnë mendim të tjerë njerëz për ta bërë këtë gjë, doja sugjeroje? Ta bën. Ka fitime të mira? Po. Sa mund të jetë fitim mesatarisht, nuk po të pyes ty. Mesatarisht sa mund të fitojë një influencer i stilit tënd sot në rrjetet sociale? Tani, është ajo që thash parë, nuk e dim xhepin tjetër se ç'a bën. Por fiton mjaftueshëm. Besoj që shumë njerëz në
në TikTok, flas unë që ndoshta nuk kanë bërë atë që bëjun, kanë bërë diçka tjetër. Duke pa backgroundin. Okej. Si e kanë nis TikTokun edhe si e kanë sot, do të kuptoni se sa fitime kanë. Besoj se dhash atë mesazhin. Po sa shkon mesatarisht? 10.000, 2.000, 1 milion. Ta vash mesazhin. Shihni njerëzit në TikTok, si e kanë pas backgroundin pas. Dëgjoj, para TikTokut edhe pas TikTokut. Mëngjes tani është paradite, njerëzit janë trafik, nuk duan mesazhe. Duan shifra. Shqiptarët duan pak gjëra të shkurt para. Ngjo, mesatarisht sa mund të shkojë një fitim. Ronaldo, do të them gjë, jo që unë nuk vjen s'du të tregoj sa lek fitoj, por besoj që është më mirë që unë mos të tregoj sa lek fitoj. Po do të ta them në rrogën time, unë nuk e kam problem. Po jo, më nuk është çështja aty. Tani një njeri paguajm. Ngjo, që të bëjmë një farë debati edhe ti më kuptosh dhe njerëzit më kuptojnë, jo që unë edhe në fund fare do ta them ndoshta edhe sa lek fitoj unë nga TikToku. Tani dikush po dëgjon radion, që ka bërë 10 vite shkollë, unë kam bërë thjesht kam bërë shkollë profesionale, dikush ka bërë 15 vite shkollë dhe sot po hike puna duke fituar 800.000 lekë në muaj. Po, që si dalin? Që si dalin, do shumë e vështirë, ai ka familja e tij ka investuar ndoshta 50.000 euro për ta shkolluar, për ta sjellë në Tiranë, ose këtë janë ndej. Dhe unë të them shifrën që unë po them vetëm këtë gjë, që t'ia them unë atij që unë ndoshta dje kam fituar 800 euro në ditë, ajo është rroga mujore, ai do demoralizohet valla si bot me hike puna. Po këto janë pasojat e kapitalizmit. Po pra, po nuk ai ndoshta e din, por nuk kur e dëgjon është më rënd. Kupton se bollogretë njëri ai mund të demoralizohet me veten e vet. Ne mund të mos e mendojmë kështu, ne mund ta mendojmë në këtë formë që duke thënë ti se sa fiton në muaj mund të ingranojmë atë që merr 500 euro në muaj dhe nuk i dalin as për qira, që të bëj gjëra më shumë në jetë ose të gjej mënyra alternative që i sillin më shumë para se sa një rrogë. Unë mendoj që jo të gjithë njerëzit do bëhen biznesmena, jo të gjithë do bëhen pasur, jo të gjithë do bëhen gazetarë, sepse po nuk she bujku atje që punoj tokën. Po dhe ai mund të bëj shumë. E ke parë sa si po i përdorin njerëzit që merren me blegtori bujqësi rrjete sociale. Ke pafundësisht faqe në Instagram që bëjnë flime porosi. Mund të shesim pafundësisht porosi në ditë dhe bëjnë me miliona. Pra, unë mendoj që kudo mund të bësh lek. Dakor, pra. Edhe administratë shtetërore që mund të marrin kafe xhepi, po që prapë mendoj që nuk dalin edhe ato kafe, se janë shumë të ulta, përveç kur merren ndonjë tender. Pra, edhe në përditshmëri ti mund të bësh para. Politikës është më. Ne mund të bëjmë, mund të edukojmë njerëzit dhe mund t'i frymëzojmë. Sa fiton në muaj? Fitoj një rrogë mbi mesataren shqiptare. Nuk ka rrogë mesatare. Një rrogë mesatare, sa është rroga mesatare në Shqipëri? Po nuk du ta them atë shifrën në. Fitoj ke shumë? Fitoj. Qartë, e mora përgjigjen. Po ta thash pra se nuk du t'i them shifra sepse një njeri moshës time, unë demoralizohet vëlla bëj punë tash për 500.000 lekë, çfarë ti them unë fitova 500.000 lekë sot. Thotë çfarë punoj unë thotë vëlla. Pra ti nuk do të demoralizosh njerëzit. Nuk do të demoralizoj njerëzit vëlla, secili të bëjë atë punën e vet që di të bëjë më mirë dhe të jetë i lumtur. Po se ti frymëzojmë. Unë ndoshta jam i lumtur, unë fitoj më shumë se ai, por jam i lumtur vëlla. Aha. Qartë. Dëgjoj, futim pak në tregun e makinave? Po. Është botë shumë interesante dhe botë që ka shumë kuriozitet. Botë që duan gjithë shqiptarët. Nga eksperjenca jote, çfarë makina shiten më shumë? Atëherë, momentalisht keshin në Shqipëri. Ka dhe një luftë në fakt mes makinave të ardhura nga Korea, të ardhura nga Gjermania. Po, di këtë temë është tema që mua m'lodh më shumë. Seriozisht, unë s'ka e di pse ha Korea, ç'a ka kjo, ç'a ka. Sepse s'ka marrë kurrë një përgjigje. Pse është kjo lufta Kore-Gjermani? Atëherë, unë besoj, po s'du të flasë shumë tash se mërziten këto klientët e mi. Pa më burr tash dëgjoj. Kam klienta Kore, kam klienta Gjermani, kam klienta Kanada. Nëse mendon shumë për të tjerët, do përfundosh duke mos menduar për veten. Fol. Gjë, e thash në një temë ka sarkazme. Atëherë unë besoj që nuk kanë asnjë lloj ndryshimi. Makina është fat, siç themin ne shqiptarët. Nëse çellon mirë, keq atë ka çuar aty të vi makina nga Gjermania. Ke shumë njerëz që kanë ikur ble makinë në Gjermani. Unë komunikoj me njerëzit. Dhe e parë në Shqipëri duke sjell makinën toksore ka dek motor rrugës. Ke njerëz që kanë sjell makinë nga Amerika. Por ç'a notani? Njerëzit dikujt, se Ronaldo ka bler një makinë në Amerikë dhe i ka dalë shumë e mirë. Dhe është fiksuar tani që Amerika ka makina të mira. Ke njëri ti që ka bler në Kore dhe i ka dalë shumë e mirë, thotë janë shumë të mira. Dikujt ti ka dalë keq, ai nuk i do mi pa me sy dhe janë këto muhabetet e njerëzve shqiptar. Po pse ka nisur pra pse ekziston kjo teoria që makinat koreane nuk janë aq të mira se ato gjermane? Këtë term nxorën tregtarët
E nxorën duke sepse Korea u fut me çmime më të lira. Po pse janë më të lira? Se këtë se di, dhe të pyes ty duke qenë se ke kontakt më shumë në përditshmëri me çuna shesin makina, po. Në Kore njerëzit lënë makina për të marrë makina më të reja sepse atje dalin ligje për pjesë sa më vjetër të jetë makina, më shumë taksa paguajnë, ose hikin lënë makinën për të marrë makinë më të mirë. Ose janë shumë para me teknologjinë. Një njeri në Kore, ai do të jetë me makinën 2025 ta ketë komplet touch, që të bëj eksperiment aty në makinë. Po them unë nga ajo që unë mendoj. Dhe kjo është ideja që ato lënë makinat vëlla dhe morën makinë tjetër të re. Kupton? Si e shpjegon faktin që disa po sjellin makinash, dhe pse ajo makina në seri, në brand, në vit prodhimi mund të shitet shumë shtrenjtë, dhe në këto postime të TikTokut ka një çmim kështu të frikshëm okazioni. Pse ndodh kjo? Kanë ndonjë defekt të makina? Të them diçka. Shumica e njerëzve që shesin makina bën ezem. Ti Ronaldo je një tregtar makine. Okay. Ezem ke porosit këtë X makinë. Sa mirë do ishte. Nga filan vend. Korea po themi. Okay. E porosit një makinë nga Korea dhe ty të ka shkuar ezem 10.000 euro. Ka shku vetë makina me kosto, me blerje, me çfarë do lloj gjoje. Ka ardhur në Shqipëri dhe ti do atë makinë ta shesish 13 po themi. Që do fitosh 3 mijë sepse ti ke bllokuar lekët i muaj, ke rreziku, ndoshta ke shku vetë në Kore, ndoshta është shumë arsye të tjera. Ndërsa Sili që ka të njëjtën makinë si ti, që e ka bler 13.000 euro diku tjetër ose tek Ronaldo, e ka mbajti vit makinën, e kam përdor, e kam keq përdor. Ta makina është bë për 3.000 euro shërbime. Ta Sili bën një zgjedhje tani thotë ti bëj 3.000 euro shërbime apo ta shes 10.000 euro. Po ajo makinë ndoshta do 3.000 euro për shkund me ke gjendje makinës Ronaldos, kuptohet logjikën, sepse ti e ke marrë ke kopsitë e ke rregulluar dhe ti po e shet 13 tani. Unë që atë makinë kam përdor i vit, është bë për shërbime dhe po e shes lirë, s'po ja bëj shërbimet. Pastaj ke edhe rasti që janë makina okazion që Sili ose Ronaldo si duan lekët, makina po 15 ve 9 valla ta shesin. Ti me çfarë makine lëviz vet? Unë nuk kam një makinë të përcaktuar. Ç'të më thon? Nuk kam, sepse unë ndroj makinat shpesh, është siç mund ndrosh ti studiot, sot dje këtu, nesër del atje. Për çfarë arsye ndron makinat shpesh? Pra ti nuk ke një makinë tënde në fikse? Atëherë ndoshta mund të blej një makinë sot. Okej. Po unë lëviz me atë një javë sepse testoj makinën, shoh se është makina, ç'a ka nevojë, sepse unë më ta vën shitje dhe unë nuk do të dhe duke qenë se je në këtë lloj tregu, ke më shumë mundësi për ty ndryshuar. Unë një makinë kam që e kam fiksim, ku i thon, kam një Ford Mustang. Dgjoj. Ti ke plane për të futur më thellë në tregun e medias, showbizit? Ngel për parë. Ti lëm sa surprizë prapë, mos i themi të gjitha, vetëm përgatitë ose si mos i thuj të gjitha. Atë pëlqen. Kujt si pëlqen, por tash të bëjmë kot. Ti nga me origjinë? Ja mendon ti të bëjmë këtë pyetje siç bëjnë gjithë shqiptarët. Po ti mos i përgjigj pyetjes me pyetje. Nuk pëlqen kështu. Po pra, unë jam nga një fshat i Klosit, të Burrelit ose Bulqizës si mund ta themi, me origjinë. Jam lindur dhe rrit në Durrës. Si mund të quajmë mund të shumë mirë bëre që e the sepse ka shumë personazhe të famshëm që i njeh dhe i njohim që janë nga Bulqiza dhe kanë shumë kompleksa thon. Po pse valla të kem kompleks? Unë jam nga do të pyesim atë. Qysh im është rrit atje, babi im është rrit atje. Unë gënjem mund të gënjem njerëzit, por tjetri që din që ti je nga ne, më është origjinën tatë, është gjë më shumtuar që mund të bëj një person. I kemi thotë Uizi sepse kemi tejkaluar çdo limiti televiziv, por dhe një pyetje. Të janë afruar më shumë vajzat që kur fillove të bëhesh më viral dhe të bëje më shumë para? Ja. Po mos gënje tash. Po s'bot fjalë. Dgjoj, unë nuk hyj tek njerëzit që mund të gënjem lehtë. Unë mund të bëj sikur mund të ha gënjeshtrën. Po unë di që përgjigja është po. Ngjo, ka vajza që janë, po flasim kështu sikur kam 200 vajzon. Ka për shumë persona që në momentin që unë jam bë viral, janë largu, po ka të tjerë që janë afru, kupton se dikujt si pëlqen viraliteti im, dikujt I pëlqen. Qartë. Mirë, Silti, unë të falenderoj shumë që ishe sot në program për të njohur një dimension tjetër tëndin edhe për të sjellë publikut në këtë program atë çfarë shohin çdo ditë, pra njerëz që janë aty prezent në rrjetet sociale, edhe të uroj shumë suksese, edhe bësh sa më shumë lek, por njëkohësisht edhe u rrit sa më shumë. Njeriu kërkon vazhdimisht në jetën e tij që të rritet në dimensione të ndryshme. Shumë faleminderit për ftesën, do të bëj edhe një falënderim. Vetëm sponsor ajo. Jo, sponsor apo nuk falenderoj njerëz. S'kam sponsor, këtë kam sponsor, po vetëm dime që blej makinën. Atëherë falenderoj gjithë ndjekësit e mi sepse unë nisa nuk
kisha as në humorist, as në artist, as lloj gjoje, nisa duke bërë reklamë dhe njerëzit më suportuan, duke më suportuar njerëzit duke më pa dhe duke më pëlqyer, unë po fitoj lek sot dhe do të jemi gjithmonë falënderues ndaj shikuesve tanë, besoj. Patjetër, gjithmonë. Falenderoj që të gjithëve edhe ta gëzoj Pornar e ri si them gjithmonë fund videos. Ore, se mund ta reklamoje ti edhe një Wizit ndjeshëm. Si mund ta reklamoje ti fjala bie, them unë ma reklamo pak Live from Tirana në TikTok. Live from Tirana. Po. Kemi kohë televizive? 30 sekonda. 30 sekonda. Sa lek do vim çmimin? Pa lek pra. Kjo është pyetja. Pa lek. Jo lek për të marrë unë, sa lek do vim në studios? Jo, nuk shitet studio. Ti unë them ma reklamo pak në TikTok këtë emisionin. Atëherë, sot kemi në shitje studion televiziv. Stil, të falenderoj shumë që ishe në programet dhe njerë. Të uroj dhjetor të mbarë festa të bukura. Përshëndes dhe gjithë mia, faleminderit për festën. Këtu përfundon dhe ky program për ditën e sotme. Ne ritakojmë nesër, deri atëherë bëfshit qef.